Mirë se erdhën në një tjetër vlog. Sot është e diel dhe ne kemi shkuar, kemi votuar. Më duket sikur si vjet ishte pjesëmarrja shumë herë më dobët se sa zakonisht, nuk e di. Po pash shumë të vakët situatën. Nesër. Ne kemi për pazar dhe ky vlog po nis me një supermarket haul. Kemi marrë Stelino sepse do ta bëjmë tani direkt e matje, ja do ta lajm dhe të vazhdojmë. Që do bëjmë? Se që do bëjë? Mama quna, qa po bëni? Ha? Që të pukla tje? Hajde në supermarket olli këtu, hajde hapi këto. Të edhe Nespula. Unë Nespulën e kam zbuluar në vitin 2013. Qa do bëjmë? Hipa ty si për. Unë kam gjitha do ditë me një dhimbje mesi. Edhe mi jep t'i pjerit nga një. Kemi marrë kefir. Qa është këtë? Kefir. Qa lexon këtu? K. Si hatë Nespula? Pite unë. Kujtesë më të Në shkuresh. një. Kemi marrë jogurt, kosprek, kemi marrë karrota me ngjyra të ndryshme, kemi marrë gjoks gjeli, avokado, djath valgrana, ishte me ofertë. Kemi marrë gjallë pinton, kemi marrë lof, kemi marrë vaj liri, kemi marrë tagliate vici, Qa është këtë? mëlqi. Sos. Si. Kemi marrë mëlqi vici, avokado. Pa shishi. Si fatura tash sa bën gjitha këto që pa? Sa pak duke tani? Hoc? Nuk e të vret vaj këtu. Po. Hajde Atëherë. bëjmë me lene. Po. I kemi marrë te Konadi dhe te Pronatura dhe në total 60.000 te 60 te Konadi, po pse ka shumë? E po vaj, edhe me vaj mish. Po thuaj se sa I bie? 7.000 lek. Po thuaj se 70.000 lek. Të sistemojmë tani edhe të ham drek dhe pastaj do bëjmë lëngun e Stelinos, ta bëjmë se s'kemi pirë fare kështu lëngësh. Let's go! Hello! Unë jam duke u bërë gati sepse do mundoj të shkoj në një event edhe fillova të bëjmë gati që tani. Do me thënë, 7:30 është eventi. Nuk është e shaq herët Diana se duhet të dalësh të evitosh trafikun, por ja, pastrova pak fytyrën sepse kisha make-up, do me thënë kisha bërë rutinën e mëngjesit me SPF dhe kështu thjesht lash pak syt, sepse nuk doja që të bëhesha shumë pis. Kështu që të fillon dhe të mbaron. Sot është data 13. Sot është data 13 maj dhe për ironi unë jam duke shkuar në një event të lezetshëm, ndërkohë që është pasditja më saktë që mami im ka ndruar jetë. Prandaj nuk e di nëse kjo gjëja më ndikon kështu direkt edhe unë e kuptoj se çfarë po ndodh, por kam qenë shumë e ngarkuar, përveç se e ngarkuar nga punët, shumë e ngarkuar edhe emocionalisht. Dhe ndonjëherë realisht nuk e kuptoj nga më vjen, por po. Bëhen 8 vite dhe ne do shkojmë edhe nëpërmet këtë fundjavë, do shkojmë një natë sa për të shkuar pak te bari I saj dhe për të marrë pak me barin, për të ndryshuar ato lulet, për të ndezur një qiri, për ta pastruar pak.
është shumë, nuk ja shpjegoj dot ç'a ndjesie është thjesht. Mund të them që mbase gjithë ngarkesa që kam pasur e ka treguar, prandaj nuk kam xhiruar edhe xhirimet janë bërë shumë larg. Domethënë çka keni parë, filmimi i parë është bërë disa ditë më përpara dhe unë as nuk e kam hapur kamerën fare dhe fakti që unë nuk e kam hapur kamerën që t'ju tregoj se çfarë kam bërë, më jep edhe kjo një lloj mërzie dhe stresi se them po e lë pas dore, por mbas është thjesht një periudhë e ngarkuar, uroj shumë që thjesht jetë një periudhë, sepse unë YouTube-in e dua, YouTube-i është podcasti im dhe juaj është terapia ime, është vendi ku unë zgjeroj mendimet e mia dhe kur i rikthehem videove dhe më të vjetra dhe them Dajana, shiko sa larg ke shkuar, ose Dajana, shiko sa shumë e ke përforcuar këtë gjën. Se di. Sot ndodhi dhe diçka te kopshti që sigurisht që unë e di që ndodh çdo ditë. Po kur je prezente vet dhe ta shohësh, do të thënë ti sa nuk e di. Nuk t'ja shpjegoj dot, vetëm mama të ndjej. Pieri po losë aty tek ajo lisharsja, se ka dy gjëra, sepse është ndryshe kur t'e shikon fëmijën me grupin e shokëve të vet që kanë lërat e tyre, nuk i ndërhyj asnjëherë, vetëm kur e shikoj që është duke bërë diçka që mua nuk më pëlqen, që unë mendoj që ai nuk duhet ta bëj dhe thjesht shkoj e stopoj ose i flas pak më ashpër, për ndryshe kur e shoh duke luajtur me shokët e vet, me gjërat e veta, e di që kanë ato batutat e veta, kanë lirat e veta, se unë e di. Por, kur ti shikon që fëmia jote është duke luajtur dhe thjesht aty kalon një fëmijë nga grupi tjetër më i rritur, edhe ishte me vllajën e vet, nuk e di kush ishte se nuk është e i njoh. Ti me sinqert dhe po shikoj nga Pieri dhe i tha vllajt vet, "Hishi çfarë fytyre ka." Ndërkohë unë isha aty. Kjo gjë ndodh, këtë gjën unë as nuk e diskutoj, unë jam 100% e sigurt që ndodh çdo ditë. Dhe është okay, sepse unë e shikoj kur Pier përsërit një fjali që ne nuk e kemi në zhargon, unë e di që e ka dëgjuar atje dhe kur ja dëgjoj që Pier përsërit i them, "Ç'është kjo? Ku e ke dëgjuar? Stopit. Stopoje, nuk është fare, as duhet jetë në fjalurin tënd, unë e di them që ti po përsërit fjalët që ke dëgjuar, por jo, më thënë, nga këtu nis çdo gjë." Dhe ajo përqeshja që pashte sy atij fëmijë 6 vjeç, ose 5, nuk e di sa mund të ishte, 6, besoj se është e grupi më i rritur, nuk e di. Dhe e përsëriti dhe i thini çfarë fytyre ka. Më mblodh një gjë këtu doja të qaja, domethënë dukem dramatike mbase, mund të jem dramatike, por nuk e kisha hasur ndonjëherë këtë situatën që ta shikoje me zë dhe figurë, domethënë këtë veprimin nga një fëmijë që ti nuk e njeh, se nëse unë e shikoj që mund t'ia thot dikush i grupit të vet, nga shoqëria vet, unë e di që e kanë lojë sepse ata përqafojnë gjithkohës. Unë jam njeriu që dhe kur Pier më thot që mund të ketë ndodhur diçka te kopshti, për aq kohë unë nuk shkoj kurrën e kurrës. Nëse unë nuk jam prezente që të shkoj te fëmia tjetër dhe ti tërheq vëmendjen, nuk më takon mua. Po unë isha prezente aty. Po nëse Pier do ma kishte thënë këtë gjën që kështu më tha, unë thjesht do e këshilloja si të vepronte, edhe kaq. Fakti që unë isha prezente dhe unë isha aty dhe ai e dinte shumë mirë që unë isha mami i tij. Dhe ai sërish ja tha, do thotë që ai nuk e ka të ndrojën, se kur janë me njëri tjetrin dhe bëjnë lojra është okay. Jam shumë dakord, sepse ata janë vegjël, i din vet ato limitet e tyre. Domethënë nuk i futen dot aq thellë se nuk më takon mua. Por prindi i fëmijës është aty dhe ti po e përqesh, nuk e di. Unë nuk e di. Dhe ngela dhe i thash, "Ç'a ka fytyra e këtij?" Dhe qeshi dhe ikti, domethënë thjesht u largua dhe pastaj nuk dija si të reagoj edhe me Pierin, ju betohem se nuk doja as t'ju tregoja atë mërzinë që ndjeva unë, se s'doja t'i jepja shumë zë këtë situate. Por thjesht e pyeta që i thash, "Të ka ndodhur tjetër?" I thash, domethënë po, tha, kur dalim kështu edhe po më tregonte pastaj se Pier nuk është fëmijë që të tregon, "O mami, më erdhi kjo, mami më ndodhi kjo", nuk është ky fëmia. Unë thjesht as zbuloj gjëra duke e pyetur, domethënë duke sjellë situatën kështu që të rreth e rrotu, se nuk është tipi që tregon çdo gjë, domethënë. Realisht, mia i dashur, ti parasysh një gjë, i thash që çdo njeri supozohet që të jetë ndryshe, nuk mund të jeni një lloj të gjithë.
fëmijët janë ndryshe, fytyrat janë ndryshe, flokët janë ndryshe dhe pastaj duhet vetëm ta pushtojë, nuk e ke idenë. Por e la me aq, nuk është se ai e zgjati. Dihet që tani unë jam shumë e sigurt që nuk do ta mbroj dot gjithkohës dhe unë thjesht dua që ai të jetë i përgatitur për çdo lloj situate. Tani unë nuk e di se si do mund ta aproçojmë realisht se këto gjëra nuk kanë manual, por unë thjesht ajo që unë do bëj është që thjesht do të arris me dashuri, do të arris me rregulla, do të arris me autoritet. Unë nuk jam për gentle parenting, sidomos në kulturën tonë. Kultura jonë, mbas edhe gjithë botës, ka nevojë për një balancë. Diçka autoritet. Dhe një mike ime psikologe më ka mësuar dhe më thot, më ka lënë vath në vesh. Dhe Anisa thot, Anisa Zaçe, besoj një pjesë e juaj e njohin, fëmijët nuk janë shok. Pavarësisht se ne mund të themi shoku mamit, por raporti nuk mund të jetë kurrë shoqëror, sepse fëmia ka nevojë për busull, fëmia ka nevojë për udhëheqje dhe fëmia ka nevojë për autoritet. Amore. Nuk tash kush po. Qa. Kush po dialogon. Jam una. Kur ishte Pierre i vogël, unë mund të kem qenë për gentle parenting derisa hymi në këtë fazën toddler, që është një fazë çmendarake dhe kuptova që gentle parenting nuk funksionon. Për neve, nuk mund të kurse si nuk mund të flas në unë jam njeri që nuk flet kurrë në shumë, sepse unë them vetëm këndvështrimet e mia dhe ndjesitë e mia. Por mendoj që për ne gentle parenting nuk funksionon. Është dhe një video pastaj që e ndapa me mikeshat e mia që kanë fëmijë sa Pieri, që jemi gjithkohon kështu duke bërë këtë pyetjen apo bëj mirë apo bëj keq, çfarë po ndodh, dhe ja çova dhe Anisës atë videon edhe ajo ma elaboroi më gjatë sepse ajo është profesioniste dhe po ka nevojë për limite, ka nevojë për një busull dhe ka nevojë për autoritet. Sepse gentle parenting, thoshte ky tipi, është në TikTok, do e vendos linkun te description box, gjeni dhe shikoni sepse më duk shumë interesante. Mund ta shihni dhe mund thjesht të shihni një anë tjetër të gjës. Gentle parenting, thoshte, po rrit fëmijë egoist. Dhe po e shpjegonte shumë bukur me fjalë shumë thjeshta, është në anglisht, dhe thoshte që gentle parenting po rrit këta fëmijë, po rrit gjenerata njerëzish egoist që mendojnë që bota rrotullohet rreth tyre. Ndërkohë nuk do të jetë kështu sepse ne çdo ditë jetojmë në komunitet. Shkojmë në shkollë, jemi në komunitet tetor. Shkojmë në punë, jemi tetor në komunitet. Por nuk po e zgjeroj më sepse nuk është fusha ime dhe nuk do doja që t'ju bëja konfuz, por e lidha thjesht me situatën që na ndodhi sot. Okej. Unë e di që dhe dashuria i shëron të gjitha, kështu që dhe është ajo e mesme, ajo artëri që mos e dhe në familjen tonë nuk është se vetëm njëri e bën autoritarin. Domethënë se më duket sikur më bie mua të bëj unë ajo shtriga me Pierin, por pastaj jo e shoh dhe Erbysi ka ato momentet e veta që thjesht duhet ti tregoj kufirin edhe kaq. Ne e lëm të qaj në mes të rrugës. I them që me të qara nuk fiton asgjë dhe tani e ka si kështu, më thot mua me të qara nuk fitoj asgjë, jo se përsërit se qanë, se është thjesht një fëmijë vockël. Por kjo. E çfarë do bëja? Disa mirë më bëri që e nxora sepse e postova kështu në Instagram, po isha që ngarkuar kur e postova dhe më kanë shkruar pafund mama me histori nga më të ndryshmet. Shiko, prindërim perfekt nuk ka. Të gjitha ose të gjithë ne diku do gabojmë gjatë rrugës. E rëndësishme është që të jemi të qëndrueshëm ose të jemi self-aware të gjës. Unë kur gaboj realisht, se sigurisht që bëj gabime, dhe unë i kërkoj falje Pierit, i them, më fal. E djallosa, edhe kaq. Edhe hajtë vazhdojmë përpara. Fola kaq shumë. Por e di që YouTube-in unë e kam një zonë shumë safe, edhe unë e di që i flas një komuniteti kaq të mirë, siç jeni ju. Dhe Hëngre! Jo, nuk haj unë tani, se do fryem të vesh fustanin edhe të më fryet barku. Qa bëri buqi? Bëj spaghetti. Të pëlqyen? Të pëlqyen? Tasko. Ajo ka bërë mami mollzat e kuqit. Hape pak. Po ta hap mami, do ta shikosh ti? Po. Patjetër.
Është kështu. Tak tak e bën mami këtu jashive. Shife 1, një pik këtu, edhe një pik këtu, edhe një pik këtu, edhe një pik këtu që ti bëj mami faqet e kuqe që të dukem kështu si princesh, si bukuroshe. Dakor ti e ti? Ta. Ha? Buzët ti ke pis, shpër ti ke laj buzët dhe ajde prate mami, jo. Shko laj buzët edhe ajde. No, shko. Edhe duar dhe buzët, okej? Prita ma. Të pëlqeu aroma ime? Ta. Okej. Bëra për zjerje. Kam një event sot. Kështu po shkoj? Mirë? Nuk filmova më dje nga shtëpia, por filmimet që pak më përpara, ajo ishte vibe i tjeshëm. Nga të gjithë eventet që kam shkuar, nga këto i treta, duhet të kjo e katërta max. Ka pasur eventi që jam djerë shumë herë më mirë, mbase dje kishte shumë njerëz. Do me tha. Nuk isha dje në atë më të mirën time nga ana energjetike frazit. Por e provova. Më pëlqeu shumë interiori që kishin organizuar me atë vibe-in e kuq, në bazë edhe të brandit që po prezantohej. Edhe kështu. Te ky vlog nuk keni parë kaq shumë gjëra, më shumë keni dëgjuar, kam përshtypjen. Por unë jam këtu sepse më shtua dhe një projekt të shkolla dhe tani jam në limite. Edhe duhet të përparoj pak dhe duhet të dorëzoj patjetër një orë në 16. Mendoj që mund t'ja dal dhe pastaj kam një tjetër prezantim. Nuk e dim kur do nisemi për nëpërmet, sepse si që thash mami sapo ka bërë 8 vite edhe do shkojmë një natë atje, si çdo vit, si për herë, dhe do kthehemi. Normalisht do xhiroj si nga hera. Të dhoma sot po punoj, do shkoj te dhoma Pjeri sepse po qëndroj ulur këtu dhe kam nevojë që të mbështetem, po kisha për të edituar edhe disa reels për Instagram që t'i kem gati, edhe prandaj jam këtu te dhoma se edhe filmova. Po afron vera, nuk e di ku do t'i kaloni pushimet si vjet, na jepni dhe na ide, sepse akoma nuk e kemi diçka të qartë, duke qenë se unë mbyll shkollën në gusht. Dhe nuk e di, dhe gushti është shumë i ngarkuar, shumë i shtrenjtë për të bërë pushime, shumë i nxehtë për të bërë pushime. Nuk e di çfarë do bëni juve. Më shkruani te komentet, na jepni ndonjë ide, ose ku keni qenë vjet. Ne vjet kemi qenë në Korfuz, jemi kënaqur shumë. Na ka pëlqyer shumë dhe ajo ideja që ishim me makinë me qera, sepse nuk e kishim deri akoma këtë makinën që kemi tani. Dhe nuk e di, realisht nuk e di. Nuk mendoj që do t'i bëj në Shqipëri pushime. Në Shqipërinë mund ta shijoj fundjavave, më mjafton. Më qef të njoh kultura të reja, ose të ngjashme me ne, ose t'i rikthehem vendeve që kam qenë. Por nuk e di dhe duhet të nxitoj sepse biletat rriten çdo ditë, çdo gjë shtrenjtohet edhe. Por pastaj them me vete, po ne lodhemi kaq shumë. E meritojmë. Edhe mbase ndonjëherë ndjehemi keq kur shpenzojmë për të kënaqur veten, sa mikja ime që është psikologe, Anisa, që unë e punoj gjithmonë, është thjesht gjenerat pas gjenerate që na e kanë downloaduar ADN pas ADN-je, ndërkohë nuk mund të ndjehesh keq kur ti je duke bërë diçka për veten që të bën të ndihesh mirë. Njeriu meriton të shijojë. Do me thënë, qasja që duhet të kemi ndaj shpenzimit për pushime, për shembull, duhet ti e meriton. Ti meriton të kënaqesh, do me thënë, kështu thani dhe ju vetes, nëse ndjeheni si unë, që ndjehesh në faj kur do shpenzosh, pastaj them, e çfarë rëndësie ka. Unë ju kam thënë që gjatë jetës time nuk është se kam bërë aq shumë, nuk mbaj mend shumë pushime, të vetmet janë në Vlorë, sepse kam pasur gjyshen aty teze ndaje.
Nuk jam nga Vlora, e dini besoj, thjesht ata u zhvendosën aty në vitet, nuk e din çfarë vitesh fiks tani, kur unë kam qenë base 6-7 vjeçe. Edhe shkonim aty me mami, sa mbaron të shkolla, bënim gati gjërat, edhe zhvendoseshim në Vlorë për një 2 muaj po, dhe kënaqeshim. Dhe realisht kam kujtimet më të bukura, krijoja shoqëri, sepse normalisht ishim aty për kohë të gjatë. Dhe unë mbaj mend, pushimet janë gjëja më e bukur që mund t'i dhurosh vetes, udhëtime. Që kemi krijuar kujtime të bukura, gjëra që do t'i mbajmë në zemër, edhe Pierre tani është i vogël dhe mbase nuk e kupton realisht rëndësinë, por e sigurt që në gjatë rritjes së tij këto gjëra kanë atë themelin e vet aty dhe kur të shkojnë në shkollë do bëjmë muhabet me shokët edhe po do fillojnë që do t'i kujtojnë gjëra, si kështu ka ndodhur edhe për ne, mendoj. Ky vlog po mbyllet tu sepse unë first duhet të mbyll këtë detyrën. 2. Sot do filloj të stërvitem pas më shumë se 1 jave, kam pasur shumë dhimbje mesi që kur jam kthyer nga fundjava e jugut, bëra një ditë stretching dhe ajo sikur ma lëndoi akoma dhe më shumë dhe sot pasi të mbaroj të stërvitem 20 minuta, do bëj ushtrime thjesht zgjatje dhe stretching edhe sot. Nuk po filloj. Nuk është se unë e ngarkoj veten aq shumë, por problemet që i kam me mesin her pas here do më stopoj për pak. Faleminderit shumë që e keni ndjekur këtë video, faleminderit për çdo mesazh, faleminderit për çdo gjë dhe jam shumë e lumtur që e kemi këtë kanalin bashk. Edhe mos harroni ta mbështesni këtë kanal me një subscribe apo ta bëni share me dikë që mendoni që do t'i pëlqejë dhe të shohë botën me një këndvështrim tjetër. Nuk e di, është gjithmonë në dorën tuaj. Ju kam shumë për zemër dhe bashkë do shihemi në vlogun e radhës. Ciao!